Tregom, unë e di që si një 10 vjeçare që je, sukseset janë shumë më të mëdha në proporcion me moshën, po cili është ai mesazhi që ja u kishe dhënë vajzave dhe djemve të moshës tënde? Me ndjek pasurinë tënde, edhe me ndjek atë sportin që ti po ke qef, Edhe me ndjek ëndrat. po. A është në ambicjet e Borës kur të rritet me qenë notuese, apo ki edhe profesion tjetër në mendje? Unë dëshiroj më kanë edhe dentiste kur të rritëm, sepse kam qef më kanë doktore. Doktoresh, okej. Po notin s'ki me lona? Jo. Nuk ki me lon. Derisa buna në moshën 40 vjeçë, se... Qa që është? Po, qa që është për... Po. Dhe me thonë, diri në moshën 40 vjeçare, ki planifikim notin mos me elon pavarësisht çfarë profesioni ki me zgjedh në jetën tënde. Po. Unë shpresoj që deri në moshën 40 vjeçare ti ki me emri majet e suksesit natë, se me këtë ambicje që ki, as që po dyshoj, për kraja e prindërve, e trajneres, e komplet shkollës tënde ku vjen mësimin, çdo gjë, po e mundson që ti me kanë kaq e kompletune.